Në qytetin e Elbasanit u zhvillua ceremonia ndarjes së çmimeve dhe certifikatave për fituesit e konkursit të letërsisë, ku morën pjesë shkolla 9-vjeçare nga i gjithë qarku e Elbasanit, si edhe nga qyteti i Korçës dhe Pogradecit. Pas disa fazash konkurimi, shkolla Qamil Guranjaku u shpall fituese e këtij konkursi. Në qytetin e Elbasanit u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve dhe certifikatave për fituesit e konkursit të letërsisë, ku morën pjesë shkolla 9-vjeçare nga i gjithë qarku i Elbasanit, si nga qytetet e Korçës dhe Pogradecit. Pas disa fazash konkurimi, shkolla Qamil Guranjaku u shpall fituese e këtij konkursi. Drejtoresha e zyrës arsimore të Elbasanit, Vesa Liço, theksoi rëndësinë e këtij konkursi në afrimin e nxënësve me letërsinë, si dhe nevojën për metoda bashkëkohore të mësimdhënies që përfshijnë përdorimin e teknologjisë. Çmimet u shpërndan nga Nikolin Gurmeni, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Arsimit në Korçë, i cili vlerësoi rritjen e nivelit të krijimtarisë letrare të nxënësve dhe përkushtimin e tyre ndaj artit të shkruarit. Sot jemi në ditën ku do shpërndajmë çmimet për konkursin e gjuhës dhe letërsisë midis shkollave 9-vjeçare të qytetit të Elbasanit, por në nivel të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Prauniversitar të Korçës. Jemi tepër të gëzuar këtë vit, sepse ndër 26 shkolla të zyrës vendore arsimore të Elbasanit, të cilat u ndeshën në fillim brenda shkollës, pastaj me njëra tjetrën, triumfoi një shkollë, Qamil Guranjaku, në nivel rajonal. Çka na bën të jemi krenar, po jemi vetëm më të motivuar vite që vit për të përmbushur akoma më mirë misionin tonë, që nuk është thjesht arsimi, por dhe mbrojtja e fëmijëve dhe nxënësve me vlerat adhetare, letërsi dashëse, folklorik dashëse dhe me ruajtjen fort dhe çuarje përpara të traditës. Është detyra jonë, është detyra e të rriturve, e mësuesve, arsimtarëve që ta mëkojnë dashurinë për letërsinë, të gjejnë rrugë dhe mënyra të reja për të ardhur pranë nxënësve. Sigurisht që mënyra tradicionale tashmë nuk janë më ato që kanë qenë. Fëmijët e duan ndryshe, që t'i vi letërsia ndryshe, që t'i vi teksti letrar ndryshe, që t'i vinë ata korifejt e letërsisë, fishta apo të t'i vinë në një mënyrë tjetër. Ndaj është detyra jonë që të gjejmë qasje të reja për të arritur tek fëmijët. Epoka digjitale është një sfidë, por të gjithë bashkë me punë të përditshme dhe të përkushtuar, besoj që këtë sfidë do të arrijë dhe duhet të arrijë patjetër. Sot jemi në ceremoninë për të vlerësuar 4 shkollat fituese në rang të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Korçë, e cila përfshin 3 qarqe. Përfshin qarkun e Elbasanit, qarkun e Korçës dhe qarkun e Beratit. Nga rreth 200 shkollat arsimit 9-vjeçar, të cilat morën pjesë në këtë konkurs, të cilat u zhvillua në të gjitha zyrat, kemi arritur të vlerësojmë 4 prej tyre, të cilat janë 3 shkolla përfaqësuese nga qarku i Elbasanit, shkolla Qamil Guranjaku nga Elbasani, shkolla Dembe Dalli nga zyra arsimore e Peqinit dhe shkolla Alex Buda nga zyra arsimore e Cërikut, si dhe një shkollë nga shkolla Koli Gusho nga zyra arsimore e Pogradecit. Pra, këto të 4 shkolla kanë realizuar konkurset e fazës së dytë në nivelin e zyrave vendore arsimore dhe në bazë të pikëve të konkursit, ato janë renditur si shkollat më të mira që do të përfaqësojnë në fazën finale, pra në fazën e tretë në konkursin e gjuhës shqipe, Drejtorinë Arsimore Rajonale të Korçës. Në gjykimin tim, veprimtaritë të tilla janë shumë të rëndësishme. Radhë të parë ato janë veprimtari që e bëjnë shkollën miqësore, e bëjnë të dashur. Nxënësit ndjehen të përfshirë, ndjehen se i përkasin shkollës, sepse sjellin diçka të re. Sigurisht kanë emocionin dhe shkolla ka dhe këtë rëndësi për të krijuar edhe një mjedis të këndshëm dhe argëtues për nxënësit, por në funksion të mësuarit. Ndërsa përfshirja e elementit digital është një diçka të cilën brezi, pra nxënësit 15 vjeçar e kanë pjesë të rritjes së tyre. Pra është pjesë e mënyrës se si ata janë rritur gjatë kësaj kohe bashkë me teknologjinë. Por ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë fakti që ndërthurja e teknologjisë është bërë me element gjuhësor në një mënyrë që duket ndonjëherë edhe befasuese, sepse ata kanë dashur në disa prej këtyre projekteve të futin element se si mund të pastrojnë ose të pasurojnë gjuhën shqipe përmjet
përdorimit të teknologjive digjitale, përmjet ndërtimit të disa aplikacioneve ku mund të ndihmojnë shokët ose nxënës me probleme, me nevoja të veçanta për të mësuar gjuhën shqipe, ose për të pasuruar fjalorin e gjuhës shqipe, ose për drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Pra, elementi të cilët duket sikur nxënësit i kanë ndërthurur shumë mirë, sa që mund të ndërthur dikush që mund të ndërtojë një teknologji apo një aplikacion. Sigurisht janë në nivele të një nxënësi 15 vjeçar, por janë funksionale për aq sa ata i kanë prezantuar dhe kanë fituar edhe të drejtën për të kaluar në fazën finale. Unë më shumë e gjej veten tek shkrimi i poezive apo tek poezia më shumë, se pëlqen më shumë. Pothuajse këto që janë nga veriu që kanë poezinë e gegrisht më shumë, si Gjergj Fishta apo të tjerë, po shqiptar kryesisht e tuaj. Unë jam Bora Boçi dhe sa për letërsinë do thoya që është një nga lëndët më të bukura. Konkursi ka pasur emocionet e veta, gjithashtu dhe vështirësinë e vet, por të gjitha bashkë duhet bashkëpunuar jo vetëm ne të pesta, por bashkë edhe me mësuesit, ja kemi dalë. Ky konkurs solli një interes të shtuar krahasuar me vitin e kaluar, duke reflektuar dashurinë dhe pasionin e të rinjve për letërsinë dhe krijimtarinë artistike.